Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah, wa ba'd. Po fillojmë me ligjëratën e 48 të shpjegimit të veprës Meraki el Felah, Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit, hafidhahullah. Kemi arritur deri te tema ose njësia bab sujudis sahwi, ose tema e sejdës së harresës, sehwi sejdës. Min idafet il hukmi ila sebeb wa sehvu al ghafla. Lidhja e dispozitës me shkakun këtu, kurse nocioni e sehv do thot pakujdesi ose harres. Yajibu li'annahu dhamanun fa'itun wa huwa la yakunu illa wajiban wa huwa sahih wa qila yusan. Sehwi sejdja ose sejdja harresës thot është garancion për atë që kemi humb, që ja humb diçka, që është lëshuar diçka gjatë namazit, pra e kompenzon atë. Wa huwa la yakunu illa wajiban. Hukmi i sejdës së harresës apo sehwi sejdës është vajib, dhe kjo është mendimi i sakt. Wa qila yusannu, ka mendime që është sunnet. Wajhu sahih, aspekti i saktësisë, se si e vërteton kisa është vajib. أنه يرفع الواجب من قراءة التشهد والسلام ولا يرفع الكعدة لأنها ركن حتى لو سلم من غير إعادتها أو لم يسلم صحت صلاته مع النقصان. أما السجدة السلبية والتلاوية فكل يرفع القعود فيفترض إعادته. Sehwi sejdja yarfa'u al-wajib min qira'ati at-tashahhud was-salam. Pra kur bëhet sehwi sejdja? Sehwi sejdja bëhet në tre raste. Në parim, lëshimi i vajibit të namazit obligon sehwi sejdë. Prolongimi ose vonimi i farzit obligon sehwi sejdë. Prolongimi i vajibit, shtyrja, lujtja e vendit vajibit, obligon sehwi sejdë. Këto tre raste obligohet sehwi sejdë. Nëse lëshohet diçka nga farzi, një farz i namazit, namazi është i pavlefshëm, është batil. Nëse lëshohet diçka nga vajibet, atëherë obligohet me sejdë të harresës. Nëse lëshohet nga sunetët, fe salatu sahiha, namazi është i vlefshëm. Sehwi sejdja thot e pezullon vajibin min qira'ati at-tashahhudi was-salam wa la yarfa'u al-ka'da li'annaha ruknun. Kur bëhet sehwi sejdja? Sehwi sejdja bëhet në fund të namazit, masi që të këndohet e tehijati të shehudi. Pra, kemi lëshu për shembull leximin e surës Fatiha. Një vajib. Dhe me harres. Se vetë fakti në tregon se bëhet fjalë për harresën, sejdja e harresës. Në uljen e fundit, rrim ulur, qëndrimi ulur në etejatin e fundit është farz. Leximi i teshehudit, pra i etehijatit bashkë me shahadetin, është vajib. Kur të lexohet etehijati dhe shahadeti, jepet selam në krahun e djathtë,
në anën e djathtë, na vjen tash më vonë, dhe bëhet seviseshja. Bëhen 2 seshde, që quhen seshdja e harresës ose seviseshja. Që këto 2 seshde, që i bëjmë të harresës, e pezullojnë vajxhibin që është bën para tyre. Që është vajxhib para tyre? Leximi e tejatit. Pra, leximi e tejatit bëhet sikur të mos ekzistonte. Çka do të thotë? Kjo do të thotë se kur ta bëjmë seshdën e harresës, seviseshdën, e kemi vajxhib sërish me e lexuën e tejatin dhe shahadetin. Pse? Sepse seviseshja e ka pezulluar leximin e tejatit që është lexuar përpara. Kjo po thot, yarfaul qira'atu at-tashahhudi was-salam. E pezullon selamin, se kemi dhënë selam, pastaj kemi bërë sejdë. E vajxhibi e pezullon vajxhibin. Wala yarfa'ul qa'da, por nuk e pezullon uljen e tejatin, sepse ulja është farz. Ulja e fundit është farz. Seviseshja është vajxhib. Seviseshja vajxhibi nuk mund të pezullon farzin, se është më dopt. Li annaha ruknun, sepse kjo është rukn, pra qëndrimi i ulur është rukn. Hatta law sallama min ghairi i'adatiha, pra nëse e bën seviseshdën dhe jep selam, e bën 2 sejdë dhe jep selam, të dion del pi namazit, nuk e ka përsëritën leximin e të shehudit, pra e tejatit, sahat salatu, namazi i tij është i vlefshëm me naqsan, me mangësi, pra. Terkul vajxhib është mekruhi tahrimen. Amma sejdatu sulbija wa tilavija, kjo është sa i përket sejdës së harresës. Sa i përket sejdës sulbije, është sejdja esenciale. Sejdët e namazit, që janë farz. 2 sejdët parë, 2, rekatin e 2, 2, 3, 2, 4. Që këto sejdë quhen sejdë sulbije, janë origjinale, bazike. Nëse e kemi harru njënën prej këtyre, sejdëve, në rekatin e parë, e kemi bë vetëm një sejdë, dhe e kemi prolongu deri në fund, se në fund në ka rënë mend. Në uljen e fundit në ka rënë mend se në njënin prej rekatëve e kemi bë vetëm një sejdë. Ajo sejdë është farz. Qa duhet me bë? Duhet me bën mëse të hijatit, pra, në ulje, në fund namazit, duhet me bë atë sejdë me çka? Por ne kemi harru një farz. Sejdja nuk bëhet pse kemi harru farzin. Sepse harrimi i farzit e prish namazin. Sejdja bëhet vonimi i farzit. Se ajo e ka pas vendin në rekat, në uljen në rekatin e parë ose të dytë. Pse e kemi bardh prej atjeja, kemi ndru vendin, e kemi qitë në fund të namazit, që këtë vajxhib, që këtë ndrimin e vendit, duhet me bë seviseshde. Kur e bëjmë seviseshde, mas seviseshdës, për shkak se e kemi harru seshdën sulbije, kjo seshdja sulbije është farz. Seviseshja për seshdën sulbije, yarfaul qa'da, kjo e pezullon komplet uljen, komplet e tehijatin. Më kupton? Komplet e tejati bashkë me leximin pezullohen, sikur mos me ekzistu fare. Çka na jep me kuptu? Na jep me kuptu se pas seshdës së harresës, për shkak të harrimit të seshdës sulbije, e kemi farz me qëndruan ulur dhe me këndu vajxhib, me këndu e tejatin. Sepse nëse japim selam, namazi prishet. Se kemi lënë mangu një farz. Për dallim prej seshdës së harresës, e cila nëse e bëjmë seshdën e harresës, dhe me njëherë japim selam, pa e lexuar tejatin, namazi është i vlefshëm, po është me naksan
ose me mekruhi tahrimin. Kurse të sejdja sulbia, prishet namazi. Pse? Sepse sejdja sulbia e pezullon komplet dispozitën e komplet e tehijatit, jo vetëm të leximit. Wat tilavia, edhe sejdja e leximit të Kur'anit Kerimit. E kemi lexuar? E kemi lexuar për shembull një ajet të Kur'anit Kerimit, që ka pas sejdë. Ajeti ka pas sejdë. Nëse kemi bë sejdën e leximit, e kemi lënë fund. Sejdja e leximit në namaz e ka dispozitën e farzit. Sejdja e leximit të ajetit jashtë namazit e ka dispozitën e vajxhibit. Leximi i Kur'anit në namaz është rukn. Sejdja që prodhohet prej ruknit, kur e lexon ajetin që ka sejdë, sejdja që prodhohet prej ruknit, që është rezultat i ruknit, e merr dispozitën e ruknit. E merr dispozitën e farzit. Për këtë arsye, nëse bëjmë sejdën e leximit në fund të namazit, kjo sejdja e leximit që është farz, e ka dispozitën e farzit, e pezullon komplet e tehijatin përpara, komplet uljen. Që do të thotë, mas kësaj sejdë, përsëri e kemi obligim, e kemi farz me nejt ulur, dhe kemi vajxhib me lexuar tehijatin dhe salavatet. Sejdë sulbia dhe sejdë tilavia. Po sejdë tilavia e merr dispozitën e farzit, pasi që ajo të bëhet, jo përpara. Për shkak se lidhet me leximin, por e merr dispozitën e ruknit momentën kur e bën sejdën, jo përpara. Dhe kur e bën sejdën, e anulon e tehijatin komplet, që është farz, që nuk kupton se tash mos kësaj sejdë e kemi farz me qëndru ulur. Për këtë arsye, duke i marrë parasysh këto 3 rrethana, sejdja e harresës, sejdja sulbia, sejdja e namazit që është, ajo është sulbia pra, dhe sejdja e leximit të Kur'anit. Thonë dietarët e medhhebit Hanefi, namazi i akşamit, që është 3 rekat, mund të ndodhë praktikisht që namazi i akşamit të falet me 10 e tehijate. Dhe kjo mundësi ekziston vetëm te namazi 3 rekatësh, te namazi i akşamit. Te namazet tjera nuk ekziston kjo mundësi, po që se janë të inkorporuara në një namaz të trijat prej këtyre sejdëve. Ke edhe sevi sejdë, edhe ke harru një sejdë sulbia, e ke edhe një sejdë të leximit, këto të detyrojnë deri në 10 e tehijate në një namaz prej 3 rekatëve. Sajda sajdataini lis-sahwi wa huwa jalisun ba'da at-taslim. Pra sevi sejdja, duke qenë ulur, s'ka nevojë të ngritësh këmbë për të bërë sejdë, duke qenë ulur, ba'da at-taslim, pasi të japësh selam në anën e djathtë, vetëm në njërin krah, vetëm në anën e djathtë, i bën 2 sejdë. Dhe e ke vajxhib leximin e tehijatit bashkë me salavatet. Të salavatet ka polemikat e dietarët, mos sejdës leximit, a është vajxhib, a është sunnet, por leximi të shehudit, pra tehijatit dhe shahadetit, mas leximit të Fatiha, të pas kryerjes së sevi sejdës, është vajxhib. Pse? Sevi sejdja e ka pezulluar vajxhibin e parë, leximin e tehijatit para saj. Thot, wa amala bihi al-akabir min as-sahaba wa at-tabi'in. Kështu kanë vepruar sahabët e mëdhenj dhe tabiinët. Bitashahudin wa taslim. Pra,
e kanë ba të shehudin dhe kanë dhënë selam lima dhe karna, që kemi përmenë më përpara. Wa yati fihi bis salati ala nabi wa du'a ala al mukhtar. Pra, bën se visejde, e ke vazhjib lezimin e tejatit dhe shahadetit, pastaj i bjen salavatit, Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma barik, wa dua dhe duaja shka bëhet, kjo është alel mukhtar si pas mendimit më të zgjedhur. Li terkil wajib, se visejja bëhet për shkak të lëshimit të vajibit, bit takdimin e u të akhir, ose e ke kry vajibin para vaktit, ose e ke kry mas, e ke vonu, e u zijadetin e u naksin, ose ke shtuën namaz, ke shtu diçka, ndë një veprim, i ke bo 3 sejde, të zonë. Nëse 2 i ke bo 3 sejde. Ose ke shtu ndë një veprim, por kujdes, ke shtu veprim që është pjesë e namazit. Se po shtove veprim shka sosh pjesë e namazit, prishet namazi. E u zijadetin vanaksin. Ose ke shtu, ose ke lën mangu. Ke shtu diçka, i ke bo 3 sejde. Shtimin namaz, qka qonë? Kure banti një sejde, me automatizm kure shton një pjesë të ruknit, e prolongon, e vonon farzin qka është për mas. Për këtë arsye bëhat se visejde. La sunna, jo për shkak të ndonjë sunneti. Li enë salata la tusefu bin naksan alel itlak bi terki sunna. Sepse nëse e ke braktis një sunnet në namaz, nuk mund vlerësot namazi se është i mangut, pra naksan. Wa amma al-fardh, fa yufawwitu bi fawatihi al-asr, la al-wasl. Nëse e ke lishu farzin, thot vlerësot humbja e namazit në esencë, jo në cilësi. Në esencë s'ka namaz, se ke humb një farz. Fala yunjabiru bi ghayrihi sahwan lima rawayna. Pra as për lëshimin e farzit, e as për lëshimin e sunetit, nuk ka se visejde. Të se visejde du të them një send. Se visejde bëhet për lëshim të vajibit. Po mirë, leximi, shembull, leximi i themi i surës Ikhlas në namaz, mas elhamit. Reqatin e parë. Reqatin e dytë, leximi i surës El Kauthar, inna atajnaka El Kauthar. Kemi që mbrapsht është leximin. Leximi mbrapsht është me kruhi tahrimen. Me kruhi tahrimen është rivali i vajibit. A duhet tash me bos se visejde? Jo. Po qka u botash? Se visejtja bëhet për vajibet aslije qka janë të namazit. Jo të ndikuara nga veprimet tjera. Ato që janë se vajibet të esencialet namazit. Wa in të kërrara bil ijma. Wa in të kërrara do thot nëse përsëritët veprimi që duhet i ban 3 gabime, 4 gabime, 10 gabime. Namaz. I lëshon 3 vajibe. Sa se visejde duhet me i ba? 1 pra. 1 se visejde i mbullohin. Wa in të kërrara, edhe nëse përsëritët gabimi, e këndon, se visejde në ban vetëm 1 herë, kjo është si pas i gjmaj të djetarve. Këtër kil Fatiha, si që është leximi i surës El Fatiha, e kelon edhe në reqatin e parë dhe dytin, që është vajib, sepse në reqatin e tretë dhe 4 është sunet, të namazet farze. E kelon edhe të parën edhe dytin, që ke batash? E ke lëshu 2 vajibe këto. Këto 2 vajibe nuk bon 2 se visejde, mjafton vetëm 1 se visejde. والإطمئنان في الركوع والسجود والجلوس الأول وتأخير القيام للثالث بزيادة قدر أداء ركن
walau sakitan. Qetësia në ruku, në sejdë, ulja e parë që është vazhib, këtë vazhibët pra çka janë. Ta'khirul qiyam li thalitha, atayatin e parë e ke kënduar të shehudin, edhe janë nisë tash dua tjera, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, një tjetër agje kënu një dua tjetër të zamë, ose i treti, as nuk bën dua, por i ullë që ashtu. E ka bitis e të jatin dhe shahadetin në të jatin e parë pra. Me përfundimin e të jatit, të shehudit, tani është vajib, mu qu për njëherë mës me evonuan farzin, se qiyami është farz. Nëse ti qëndron, qka ke ba? E ke shumë vajibin, se që shumë njëherë, e ke vonu farzin. Në këtë rast, thot, Imam Ebu Hanifja, nëse ti qëndron ullur ma gjatë se sa kryet një rukën i namazit. Djetarët thonë, një rukën i namazit është sa të thuhet 3 herë Subhane Rabbi el A'la. Nëse qëndron mas e të jatit ma shumë se sa të thuhesh 3 herë Subhane Rabbi el A'la, atëherë obligohesh me sevi sejdë. Nëse është më pak, nuk obligohesh me sevi sejdë. Edhe nëse qëndron ullur, së është pa tjetër të lezon, po s'ka lezu, po ka qëndru ullur. Wa in kana tarkuhu, yani tarkul vajib, nëse lënja e vajibit, kana amdan, e kalon me qëllim, kësë kalon se ka haru, kalon me qëllim. Ethim, është mëkatar. Wa wajaba alejhi i'adatu salat. E ka për i obligohet për sëritja e namazit. Pra nuk ka se visejtë e këta. Sepse kjo është më e randë se sa haresa. Kjo kalon me qëllim. E ka neglizhu vajibin këtë. Që lexoj Fatiha? Sërinë të jatin e parë. Se baj një vajib për shemën. In tarakeu amdan, ethime, pra është mëkatar. Wa wajaba alejhi i'adatu salat. Taglidhen alejhi. Li gjebri në kësani, për shkak të mangësisë së madhe çka e kaj. Për dallim pra, që jep me kuptu se visejtja vjen në shpreje vetëm me harres, jo me qëllim. ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام في ظاهر الرواية وقيل يجب فعليه بعد السلام وجه الظاهر ما رويناه. Sunet është, prej suneteve është, që sevi sejdja të bëhet pas selamit. Sunet, sepse është praktike pejgamberit a.s. me dhënë selam, dhe me edhon sevi sejdën, me bo sevi sejdën. Por, kjo është në dhahiru rivaje, në ato librat bazike që ka janë 6 librat në dhahiru rivaje. Dhe është praktike e pejgamberit a.s. Por, nëse nuk ka dhonë selam, e ka bo sevi sejdën, para se me dhonë selam, namazi është në regull, pa është me krujt të nëzien, sepse ka lëshu sunetin. Pra nuk është se diçka ka prish namazin e ti. O e këte fi bi teslimetin vahida. Mjafton pra vetëm një selam. Vetëm në anën e djathë. Kalehu shejkhu l'islami wa ametul meshajikh. Wa hua l'adman l'ihtijat wa l'asan. Li e kune jeminuhu li enne l'mahudu bihi wa jasul t'ahlil e l'akhiri. Pra mjafton për kryerjen ose mjafton për plotësimin e sunetit që t'jepet selam vetëm në anën e gjatë dhe të kryet sevi sejdja. Kale shejkhu l'islami, Huwa Herzada, la jati bi sujudi sehvi ba'det teslimetejni. Shejkhu l'islami, Huwa Herzada, në fi ka në fi,
kur të lexoni dhe njerë në literaturën e fikut Hanefi, se kale Shejkhul Islami, dihet se është ki, nuk është dikush tjetër. Ki, Shejkhul Islami, Hua Herzade për thotë, nëse ke dhënë 2 selamet, selamu alaikum rahmetullah, selamu alaikum rahmetullah, s'ka më se visejde. Nuk banë më se visejde. Pse kështu? La jeti bi sujudi sehvi badet teslimetejni. Li enne dhalike bi menzilet il kelam. Sepse kjo sejde e dytë është sikur me fol fjalë të lira, fjalë të njerëzve ma. Dhe ke dalë prej namazit, se me selamin e parë, ti më veç që je el për me dalë prej namazit. Fil e sahi, si pas mendimit më të sakt. Të shof me qarë thot fosnota këtë diçka. Wa hadha ikhtiyaru Sheikhul Islami Fakhrul Islami وعليه جمهور واختار صاحب الوقاية والكنز والتنوير والصحاح صاحب الدرر المختار. Ai tregoj ka se kush janë autorët që e kanë përkrah këtë mendim. وقيل تلقائيا وجهه فرقا بين السلام القطعي والسلام السهوي. قالوا فخر الإسلام. Ose selami vetëm me mënyrë formale, selamu alaikum, pa lëku kokën. Me rëndësi, nëse se visejt të rëmbullaksojmë qështjen, mos t'i ngatrojmë sendet. Nëse se visejtja bëhet para se me dhënë selam as në anën e djathtë, as në anën e majtë, ajo është në rregull dhe namazi është në rregull, por ka një lëshim të sunetit që nuk pengon në vlefshmërinë e namazit. Suneti i se visejtës është që t'jepet selam në anën e djathtë dhe të bëhet se visejtja, pastaj është vajib që të lexohet të shehudi dhe t'jepet selamit përfundon namazi. Mendimi tjetër i dietarëve është se nëse jepet selam edhe në anën e majtë, atëherë ma nuk ka nevojë për se visejde. Fa in sajada qabla selam kuriha tanziyan. Pra nëse e ka bërë se visejtën para selamit, me kruaj tanziyan. Wala yu'idu, nuk ka nevojë me përsërit. Li'annahu mujtahidun fihi, fa kana jaizan wa lam yakul ahadun bi takrarihi. Është me kruaj tanziyan, s'ka nevojë me përsërit, sepse askush prej dietarëve s'ka thonë se duhet me përsërit. وإن كان إمامه يراه قبل السلام تابعه كما يتابعه في قنوت رمضان بعد الركوع. Tash ki e paramendon një gjendje, nëse imami ka se visejtë, ne nuk e dim, sa është imami e din, a ka nevojë, s'ka nevojë. Mirë, ka momente edhe xhamati që e din, po, zakonisht imami ka se visejtë. Dhe imami të ne, për shembull, e dim krejt se jep selam krahun e djathtë e ban sejdën, se visejtën. Po imami s'ka dhënë selam krahun e djathtë, ka nejt ulur dhe ka shkuar në sejdë. Xhamatja duhet hallakatën tash çau bo? Jo, thot, ju tabia i bashkangjitet imamit pra, sepse bëhet fjalë për një sunnet. I bashkangjitet imamit ashtu që i bashkangjitet në kunut. Të kunuti në namazin e vitrit gjatë muajit Ramazanit, se vetëm atje falet me imam. E ka harru imami duan e kunutit, tekbirin e kunutit, ka shkuar në ruku. Xhamati i thot, shkoj mas tina une. Jo, xhamati i bashkangjitet imamit të kunutit. Njëjt i bashkangjitet edhe këto imamit. Wa yasqutu sujudu sahw, kur bie se visejtja, pe obligimit. Bitulu i shemsi ba'de selam fi salati l-fajri. Namazin e sabajt, kje se visejtja. Por momenti kur ke dhënë selam, pastaj me shku në se visejtja, ka dol dili. Namazi ki se visejtja, bie prej obligimit. Ve bi khuruji l-vakti l-gjumua u l-id. Nëse ti në moment të e falë gjëman, ose bajrami, ke nevoj për se visejtja, për është se koha, po he koha e zenitit, bjen obligimi se visejtja. Li fewati sharti seha,
për shkak të humbjes së kushtit të vlefshmërisë së namazit. وكذا يسكت لو سلم قبيل إحمرارها. إحمرار është akshami. Bëhet fjalë për namazin e iqindijës. Ihmirar është kur skuqet apo zverdhës, di si ti them. Kur diellin perëndim o para perëndimit e merr atë skuqën e vet, atë ngjyrën e vet, dhe ti ke sevisesht dhe vesh dielli ka hyrë atë kohën e vet, ti atëherë bjen obligimi i sevisesht. E taghiru shems, pra dielli e ndron atë. Këto ka shumë polemika, disa dietarë thonë, është momenti kur ti diellin lirshëm mund ta shikojsh me sy, drejt për drejt. Në kësha mund ta shikojsh. Ditën se në këshirë diellin drejt se dhomin syt. Fil asri, taharruzan anil makruh, për të mos hyrë në kohën e kerahetit. Wa yalzamu al-ma'mum as-sujud ma al-imam bi sahwi imamihi. Gjemati obligohet me sejdën ose me seviseshtën e imamit të tij. Imami ka bo gabim, gjemati obligohet që të banë seviseshtën bashkë me imamin. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam sajada wa sajada al-qawm ma'ah. Pra sejdën e harresës, seviseshtën e ka bo pejgamberi alayhis salam, dhe gjemati e kanë bo sejdën bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Wa in iqtada bihi ba'da sahwihi. I bashkangjitesh pra imamit në seviseshtë, edhe nëse ti je lidh mas imamit masi që ai e ka bo gabimin. Ai kur e ka bo gabimin, ti shikon ish i lidh. Po me që ke bo të bi imamit, edhe pas gabimit e çon vend dhe i bashkangjitesh imamit. Wa in lam yudrik illa thaniyatuhuma la yaqdi al-ula kama law tarakahuma al-imam iqtada bihi ba'd kalzanda, çështje tjera. La bi sahwihi li'annahu law sajada la bi sahwihi. Jo me harresën e tij xhamati. Xhamati jam lidh mas imamit. Edhe unë e kam lëshu një vajgjib. Unë e kam lëshu një vajgjib. Kam gabu. Unë nuk bëj sevisesht dhe unë pas imamit. Imami ka bon i bashkangjitëm imamit. Po kur jam pas imamit, unë nuk kam më sevisesht dhe. Unë ose duhet të kem namazin e plot, ose duhet të kem namazin e prishën. Nëse bëj veprimet që prishet namazi im, si xhamat. Po seviseshtë nuk ka xhamati mas imamit, përderisa je i lidhur me imamin. Në momentet kur ti je shkëput nga imami, je shkëput, i ke falë 2 rekat me imam, dhe pastaj ti qosh me i falë 2 rekat të tjera, tash je vetëm duke u falë, dhe ti të ndodh diçka që të obligon seviseshtë, obligohesh me seviseshtë, por jo derisa të jesh pas imamit. Li'annahu, thot sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, el imamu lakum daminun. Kjo është vëlla përgjegjësia e madhe. Imami është përgjegjës, garantues për juve. Për namazin tuaj është në qafën e imamit. Është kabull, xhamati më të letën punë e ka me shkuën, me thonë Allahu Akbar mas imamit, nuk ka as një obligim tjetër, as lexim të Kuranit, as harroj imami, el imamu lekum dhaminun. Imami thot është garantues, ai është kësi, shka i thonë, hipotek për juve. Yarfa'u indakum sahwakum wa qira'atakum. Ai thot u pezullon juve sejdën e rresës, pra derisa ai është ju harron seviseshtën dhe leximin e Kuranit tuaj. Imami është përfaqësuesi juaj, ju s'keni as gale seviseshtës,
as gajlet leximit Kur'anit. Hadithi يسجد المسبوق مع إمامه ai që ka shlidh, tham, edhe parësit e thap, e përsërit, mësbuke që është lidh me imamin, ka shlidh në 2 rekat, 3 rekat, nuk e di kur e ka bo imami veprën për të obligu se visejde, po ai e ban se visejden me imamin dhe mos i t'jep selam për këtë arsye xhamati duhet ta pret imamin, sidomos kur shkon me vonesë. Duhet pret që imami t'jep selam në anën e djathtë dhe në anën e majtë. Kur imami t'jep selam në anën e majtë, mësbuki, kishka ka shku me vonesë, ki nuk jep selam, nuk i bëhet të bi imamit. Por pret tëri sa imami t'jep selam në anën e majtë. Kur imami t'jep selam në anën e majtë, kjo është shenjë se imami nuk ka nevojë për sevisejde. Se po t'kish pas nevojë, do të bante mas selamit në anën e djathtë. Kur imami jep selam në anën e majtë, atëherë mësbuki qohet vazhdon e falë sa ka 1 rekat, 2, 3, sa i ka ngel gjash. Mirë po, nëse imami ka sevisejde, ki pret, imami shkon në sevisejde, ki nuk rrin, edhe ki shkon në sevisejde, ju tabi imame u pra. I bashkangjitet imamin. والمقيم إذا سهى في باقي الصلاة على سهى لزوم السجد السهوي لأنه صار منفردا حكما. Kjo është thamte mësbuki, i cili derisa është me imamin, e bën sevisejde nëse ka nevojë, por nëse qohet pastaj në rekatët duke i falë dhe bën një gabim të tjetër, atëherë e bën sevisejden vet. Këtu vjen ajo, po më duket se nuk e di mirë, që e thëmë parësit. I tasavvaru l-julus ra 10 merrat fi 3 rekat. Para mendohet, dhe mund të ndodhët, 10 ulje, 10 etejata fi 3 rekat. Në 3 rekat namaz. Bis sahwi, për shkak të harresës, wa sujudet tilave, sejdës së leximit, wa huwa dhahir, wa bastuhu fil asr. E thamë edhe parësit, nëse përfshihen me një namaz, kjo bëhet fjalë vetëm për namazin e akshamit. Nëse përfshihet sejdja e harresës, sejdja e leximit, edhe sejdja sulbie, të trijet me një namaz, edhe është mësbuk, e kam rrinë rekatin e 3 imamin ke. Kur e kam rrinë rekatin e 3 imamin, arri për imami, rrinë ulljen e fundit. Ki xhamati, në cilën ullja është, të parën. Pastaj imami jep selam, ki xhamati, qohet e falë edhe 1 rekat. Mas rekatit 2, e ka vazhjip me nejt e tejat. 2 rekate, 2 e tejate. Pastaj qohet e falë edhe 1 rekat. Dhe apet e ka farz me nejt në ulljen e fundit. Pastaj vinë në radhë, sejdja e leximit, sejdja e harresës, sejdja e sulbie. Të shoh e përshkruan ki, apo ndoshta më mirë është që mos ta ngatrojmë. Bien adraka al-imamu fi at-tashahhud al-maghrib. Ai po e shpjegoj mos çuditë dikush si mundet me arkja. Bien adraka al-imam fi at-tashahhud al-maghrib. Tash kemi edhe sa të ta kryjmë. Unë po i lexoj, ju numroni tash. E kam rri imamin, thot, e kam rri imamin në tejatin e fundit në akşam, farzën e akşamit. Ka hinë xhami
imamin e ka gjetë në tejatin e fundit. Kjo është një ulje. O të shahede me ahu, pra ka nejtë edhe ki ullë. O fi thanja, vë kane alehi sahu, edhe në të dytin, ka nejtë në petë në ullin e dytë. O alej, jo, o kane alehi sahvun, kush ka posë se visejshde? Imami pra. Fesegjedehu, o të shahede me ahu. Pra, fi thalithe, me një ullje i ka dy ullje, se ullje e dytë e ka pezullu parën. Të dhe kërël imamu sëjde të tilave. Ka bo se visejshde. Po? Imamit ju kanë tek se ka lexu një ajet sejshdes në namaz, dhe ka një sejshde të leximit, sejde, i ka bo një sejshden, fe sejde me ahu, i ka bo 3 ullje ki. Sepse tani ullja, mas sejshdes e leximit, i pezullon 2 ulljet e para. Vëgjuduhum ke ademihim. O të shahede rabja, o sejde lisev, o të shahede me ahu. Pastaj ki burri, kur e boni sejden, se shpo ke ngotruar, në thamë se ka bo sejden e harresës. Sejdja e harresës është vajgjib. Sejdja e leximit të Kur'anit është farz. Kur ka lexu farzi, ki farzi, e ka pezulluan krejt vajgjibët që ka i ka pas përpara, e ka pezullu edhe sejdën e harresës pra. E ka pezullu e tehijatin, e ka pezullu sejdën e harresës. Thot, duhet përsëri tekrar me bo sejdë të leximit. Fa idha selleme kame, dhe këtu i ka bo ki, sa u bon, 5, 4 o 5, e një të i nëmru. E tani. Të shahede me, po, mosi që e ka bo tani, mas sejdes leximit, e ka bo përsëri sejdën e 5. Po. Po idha selleme, imami ka dhënë selam. Ki njeri o që unë kam. Ma fatu, fesalla rekaten, o të shahede, السادسة ويصلي ركعة أخرى ثم يتشهد السابعة اشتاط وكان قد سهى فيها كهروا بادشكا فيما يقضي فيسجد ويتشهد الثامنة بابرا ثم تذكر أنه قرأ آية السجدة في قضائه فيسجد لها ويتشهد التاسع كيوبو نانتا ثم يسجد للسهو për shkak se ki هي كهومبتا ويتشهد العاشر كما في الإمداد صفحة 485. Para mendoje çka mum ka ardhur me tani dikush prej neve mund të filozofon. Po lënë mërë se kjo nuk ndodh. Ajo që është logjika, paramendoje deri ku janë lëshu në detajet të thella. Dhe kjo nuk ndodh të namazet rubaije, të namazet 4 rekate. Por ndodh vetëm të akshamit, 3 rekate, do thotë. Deri ku logjika, sa holl, sa në detaje, i kanë përkufizu çështjet, edhe vim në sot thojmë hom rizalun vë nahnu rizal. Ato burra, edhe na burra, po, ato burra, e na mund të jemi burreca. Atëherë, me që nuk mund të përfundojmë krejt se kemi bukur shumë, unë propozoj që të mbyllim deri këtu, vazhdojmë në ligjëratën tjetër inshallah dhe me disa dispozita, sepse
Sejdja e harresës nuk është vetëm teorike, aspekt teorik, por është aspekt praktik i xhamatit që na duhen neve edhe si imama që jemi, që dalim mihrab, e porosia ime që jep vetvetes, po edhe krejt imamve është që ki hadithi i pejgamberit se thot Resulli sallallahu alaihi wasallam, wal imamu damin, mos e harroni këtë. Imami bart përgjegjësi për krejt ato njerëz që ai ka, 5 veti, për ata ulemat kanë thonë, për kur të vjene puna për imam hik, prit le të shtin me zor. A kur të vjene puna për muezin, vrapat bëjsh muezin, lëk se s'ka përgjithsi. As nuk të prish namazin, as nuk ka ndonjë përgjithsi, për kundrazi, muezinët janë ato që i ka lavdru pejgamberi alayhis salam. Kjo nuk do thotë se imamët nuk janë të lavdruar. Sepse me që i ngarkon Allahu xhalleshanu pejgamberi alayhis salam me një përgjithsi, do të përgjithësia është përblerë shumë fish, sa më e madhe të jetë përgjithësia, është më e madhe shpërblimi. Por ne duhet të jemi të vetëdijshëm kur ta qesish kamën me arab, edhe thash ene imamun limen tabi'ani, duhet me ditë se krejt namazin e atyre ente dhamin. Ti je sigurues i atyre në vlefshmëri, ti je pjesëmarrës edhe në sevape, pa Zoti na ruajt edhe në gabime. Deri në ligjëratën tjetër, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.